këtë diskutim dhe çështje tjera që kanë të bëjnë edhe me sigurinë nacionale, por edhe diskutimet që rrodhen prej samitit të NATO-s që u mbajt në Hag të Holandës, do t'i flas me zotri Bejtush Gashi, ish ministër në qeverinë e Kosovës. Faleminderit shumë që erdhën kompas. Në ftesën. Detyrohemi ta diskutojmë situatën e krijuar sot në mbrëmje. A besoni që e kristalizoi situatën e ngërçit politik dhe si dilet nga kjo gjykata kushtetuese? Në mënyrë eksplicite jo, megjithatë ka lënë hapësirë të gjithë të zgjedhurit që të jenë të përgjegjshëm karshi vullnetit qytetar, cilën janë të obliguar ta materializojnë. Dhe është koha e fundit, është tepër e habitshme se si partia në pushtet nuk përmbush një detyrim kushtetues që ka dhe të zgjedh këtë ngërç për faktin se, siç e lexuat edhe ju, e detyron kushtetuesja që partia fituese të gjej kompromisin me partitë të tjera për me mujt me ardhur deri te zgjedhja e institucioneve të kuvendet, pastaj me vazhdu me procedura tjera. Ky kompromisi është goxha terreni hapun, është më shumë interpretim politik se sa juridik. Qysh mund të përkthehet brenda këtyre 30 ditëve tash, nëse s'janë marrë vesh deri tash partitë politike, a detyrohen të merren vesh edhe pse nuk pajtohen me njëra tjetrën? Nuk është vetëm politik, është edhe etik, edhe juridik, për faktin se të zgjedhurit përpos përgjegjësisë politike kanë edhe pjesën e përgjegjësisë të votuesve që ata kanë marrë për me mujt me gjetë një zgjidhje që realisht edhe kushtetuesja e ka përcaktuar. Tani shpeshherë diskutohet edhe nga ana e ekspertëve të fushës pse nuk e ka precizuar edhe në detale, pse nuk ka nxjerrë një vendim eksplicit. Kjo vetë kuptohet se të gjithë të zgjedhur duhet të jenë vetëdijshëm dhe të përgatitur për një vullnet që e ka marrë për me mujt me e zbatuar atë vullnet dhe me përkthy në përgjegjësi drejt për drejt, edhe si pjesë e një subjekti politik, por edhe si deputet i Parlamentit Republikës. Tek sonte jemi të e pa që edhe pas aktgjykimit partitë politike nuk janë të njëgoja as për ta interpretuar këtë aktgjykim. E pam lëvizjave të vendosje, ende po konsideron që lejohet votimi i fshehtë, edhe pse është ndryshuar forma në mes të seancës konstituive. Partitë e tjera po thonë që është shkelje e kushtetutës që ka bërë Avni Dehari për të ndryshuar formën e votimit. Nëse tash spajtohen për ta interpretuar aktgjykimin, çysh mund pajtohen pas brenda 30 ditëve për ta konstituuar kuvendin? Tash kësaj përgjigje është vështirë me i dhënë drejtim përkatësisht me nxjerrë një konkluzion përkatës për faktin se deri tani në raportet dhe deklaratat që publike që kemi pa dhe deklaratat që lexova tani nga përfaqësuesit politik, kryetarët e partive dhe një përfaqësues i vetëvendosjes, mund nxjerrët konkluzioni se ende nuk ekziston një vullnet për të gjetë kompromisin. Por do të kalohet edhe ky afati mujor, pastaj të pritet prap një vendim. A sheni zgjedhje treja edhe pse kemi tashmë një sqarje prej. Po tani dalën nga ky ngërç është konstituohet përbërja aktuale. Dalën nga ky ngërç e vetmja zgjidhje janë zgjedhjet, për faktin se sigurisht zgjedhjet e reja do të prodhojnë një strukturë tjetër të parlamentit dhe realisht kanë humbur kredibilitetin dhe moralin e përfaqësimit gjithë deputetët aktual që kanë marrë besimin e qytetarëve për të qenë përfaqësues i vullnetit tyre në Parlament. Pra pavarësisht që kemi një dokument zyrtar, një aktgjykim të kushtetuesës, nuk prisni që nesër të ketë sjellje ndryshe të zgjedhurëve të popullit. Shtetur në deklaratën e partisë që ka fituar zgjedhjet, nuk pritet një kompromis, megjithatë ndodhemi në një situatë kur edhe nuk kemi presion siç ka ndodhur në vitet e mëhershme, kur në raste të tilla presionin i bashkisë ndërkombëtare ka qenë i fuqishëm, qoftë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve të Bashkimit Evropian, në rastin konkret, aktualisht me përjashtim të Gjermanisë nuk kemi pa ndonjë interesim të shteteve tjera të pranishme në Kosovë që bëjnë presion te partitë që të gjejnë kompromisin për të kapërcyer ngërçin. Do të flasim tash për çështje
sigurisë dje ishte kryetemë botërore mbledhja e liderëve më të fuqishëm të botës në Hag të Holandës, u mbajt samiti NATO-s në cilin u vendos rritje e buxhetit në sektorin e mbrojtjes deri në 5%, shumica absolute përveç Spanjës, e cila nguroi ndoshta ta shpreh nga Jo në mënyrë eksplicite, por po. Dhe në mesin e krejt këtyre diskutimeve për konflikte aktuale që janë duke ndodhur në botë, u përmend edhe raporti mes Kosovës edhe Serbisë prej dy liderëve botëror, Donald Trump fillimisht, edhe Recep Tayyip Erdogan, por edhe sekretari general i NATO-s. Tani ky summit konfirmoi unitetin e aleancës për orientimet e saj strategjike për të përballë me sfidat me të cilat aktualisht përballet jo vetëm kontinenti evropian, por edhe globin në përgjithësi, për faktin se është aleanca më e fortë ushtarake politike në botë dhe përmbushi detyrimet dhe kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shtetet antare të kësaj aleance të ndajnë 5% dhe të përmbushin orientimet strategjike dhe kërkesat që ka sektori i sigurisë për të përballë me sfidat që aktualisht ky sektor ka. Dhe në këtë drejtim 3.5% ndahen drejt për drejt buxhet për fushën e mbrojtjes, ushtrinë dhe sistemin e mbrojtjes, kurse 1.5% për infrastrukturë kritike që është mbështetëse të institucioneve ushtarake. Kështu që ky buxhet mundëson që të zhvillon dinamikën e matutjeshme kjo strukturë, të avancohet në aspektin e reagues ndaj gjitha sfidave me të cilat përballet sot Evropa, por jo vetëm, për faktin se kjo aleancë angazhohet edhe në rajone tjera kur kërkohet nga anëtarët e NATO-s për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë një angazhim përtej kontinentit evropian edhe në kontinentet tjera. Dhe a mund të konsiderojmë që përveç krejt këtyre diskutimeve të rëndësishme për Ukrainën, për Iranin, për Gazën dhe për secila shtete që janë anëtare të NATO-s, të flitet qoftë edhe shkurt për Kosovën dhe Serbinë, po interpretohet edhe si garancë edhe prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe prej vetë NATO-s, por edhe prej Turqisë, meqense u pyet për këtë çështje, që në Kosovë megjithatë do të ketë stabilitet në aspektin e sigurisë. Tani kjo mund të interpretohet edhe si bësht e angazhimit edhe të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, për faktin se nëse Ballkani Perëndimor sfidohet nga krizat me cilat përballet, në mënyrë të drejtë për drejtë obligon NATO-n përmes misionit saj që të jetë angazhuar për përballjen me tensionet të cilat mund krijohen në Ballkanin Perëndimor. Kështu që të drejtim është me rëndësi mu cek se këtu përpos konfirmimit të nenit 5 kartës, që nëse ndodh një krizë në mënyrë të drejtë për drejtë, reagimi do të jetë i përbashkët pa gjithë pa përjashtim, do të thotë është e përcaktuar në mënyrë taksative se nëse sulmohet një anëtare e NATO-s, sulmohet në tërësi aleanca, dhe neni 3 ku obligon shtetet që të ndajnë 5%, zhvillojnë kapacitetet ushtarake të brendshme për me mujt me qenë kompatibil me kërkesat që ka NATO si organizatë ushtarake. Dhe ky konfirmim dhe këto vendime në mënyrë të drejtë për drejtë ndikojnë që të vazhdohet kontinuiteti i bashkëpunimit dhe harmonizimit të aktiviteteve në të drejtim, pritet që të reaktivizohet edhe partneriteti me Ukrainën, NATO-Ukrainë, dhe u vendos që të mbështetet Ukraina pa përjashtim në aspektin financiar, është ndarë një numër i konsiderueshëm i financiare, dhe në të ardhmen Ukraina po forcon pozicionin e saj në një luftë, një agresion përkatësisht përballje ndaj agresionit rus, që aktualisht është në zhvillim. Në këtë varg, përveç Rusisë dhe Ukrainës, Donald Trump na futi në një listë me Pakistanin dhe Indinë, pastaj edhe Ruandën, tha që në javët e fundit përveç këtyre
është marrë edhe me Serbinë dhe Kosovën në bisedën që ka pas me presidentin rus Vladimir Putin, po ashtu edhe me Iranin. A jemi me të vërtet në këtë linjë të alarmit në aspektin e sigurisë bashkë me këto shtete që i përmendi po ashtu presidenti Trump? Vetë fakti se u shtu prania NATO-s këtu, në mënyrë të drejtë për drejtë mund zgjerim konkluzionin se Ballkani është në një zgrips të tensioneve të mundshme të cilat mund përshkallëzohen. Dhe për efekt, njërë të drejt për drejt, edhe në aspektin strategjik, interesimi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rujt këtë investim dhe stabilitet, potencën të ju referu edhe marrëveshjes në cilin njërë të drejt për drejt ka inicu, mirë po edhe deklaratat e mavënshme, për faktin se kemi pas disa zhvillime, nëse rikujtojmë përkatitjet stërvitjet ushtarake të Republikës Serbisë në vijen kufitare me Republikën e Kosovës dhe deklaratat luftënëzisë të Republikës Serbisë kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat në mënyrë të drejtë për drejtë i kanë tërheq vrejtjen Serbisë dhe Serbia është tërheq nga jo vetëm nga deklaratat, por në mënyrë të drejtë për drejtë edhe nga koncentrimi ushtarak në A është deklarativisht ashtu edhe e përkthyer në teren që Trump thot që e kemi ndalë luftën mes Kosovës dhe Serbisë? Tani ai ka informacionet. Unë aktualisht dhe ne nuk kemi informacione se ka qenë një shkallë e tillë e gatishmërisë Serbisë për të sulmu Republikën e Kosovës përkatësisht për të sulmu NATO-n, për faktin se Republika e Kosovës dhe integriteti i saj garantohet nga misioni NATO-s në Kosovë. Megjithatë, nuk kam mundësi të komentoj një deklaratë të tillë dhe kjo deklaratë e tillë vjen si rezultat i shqetësimeve dhe informacioneve që ai ka pas për shkallën e gatishmërisë dhe ngritjen e gatishmërisë së Republikës Serbisë për të avancu drejt objektivave dhe synimeve që ajo ka në raport me Republikën e Kosovës. Ajo ka pas në atë periudhë kohore për kthimin e 1000 pjesëtarëve të strukturave militare në Republikën e Kosovës, ku sipas saj në marrëveshjen e Kumanovës që janë dakordu me NATO-n që pas përfundimit të afatit 20 vjeçar Serbia do të ketë mundësi të krijojnë kushtet mirë, por një situatë e tillë realisht nuk ka mundu. Situatat e mavënshme në aspektin politik ka ndryshuar dhe një situatë tillë në aspektin edhe ndërkombëtar ka ndryshuar edhe vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ta komentojmë pak edhe deklaratën e presidentit të Turqisë Recep Erdogan, ai tha që përderisa ka trupat të KFOR-it nga ushtria turke në Kosovë, shpreson që të mos ndodhë diçka në veri të vendit. A është Turqia një prej faktorëve kyç në misionin NATO-s në Kosovë, duke pas parasysh që bashkë me italianët, hungarezët edhe amerikanët përbëjnë ndoshta numerikisht numrin më të madh të pranisë ushtarake në Kosovë? Jo vetëm numër, por edhe në aspektin e organizimit strukturor, ndërsa deklarata vjen si thirrje edhe NATO-s që të ngritë shkallën e vigjilencës dhe të aktiviteteve për me i parandalu tensionet dhe me rujt stabilitetin e bresht në Ballkanin Perëndimor. Për faktin se nëse eventualisht kemi një zhvillim që mund del jashtë kontrolli në mes të dy shteteve, në mënyrë të drejtë për drejtë do të kemi involvimin edhe Ballkanit në një luftë e cila vështirë mund parashikohet zhvillimi i saj. Gash, qeveria aktualisht thot që e ka vënë nën kontroll zonën e veriut që banohet me shumicë serbe, megjithatë edhe ka aksione të ndryshme të policisë ku gjendet armatim, municion. Ndodhi të dielën që një pjesë e armatimit dhe municionit të gjendet në një pronë të një politikani të veriut Aleksandar Arsenjević, aktualisht është në Serbi dhe po refuzon të kthehet brenda kufive të Kosovës, duke thënë që ministri aktual në dorëheqje i punëve të brendshme Xhelal Sveçla është duke i shtuar naftë, benzin, zjarrit për shkak të deklarimeve të tij se ai do të ndalohet e do të intervistohet nga policia, e cila tashmë ka në kërkim policor Arsenjevićin. Kjo realisht është
tepër shqetësuese për faktin se grupet atje, jo vetëm grupet për individ, fatkeqësisht ky është edhe politikan, do thotë janë të pranishme në ato komuna, dhe policia e Kosovës nuk ka arrit dhe vështirë me e konfisku tërë armatimin që mund gjenden të populata civile në ato zonë. Aja armatim mund tjetë grumbullu dhe vitet e më hershme dhe aktualisht ndërkohë mund të hynë dhe përdoret nga grupet kur ato grupe urdhërohen nga Republika e Serbisë për të destabilizuar pjesë. Realisht, kjo ka 3 efekte që kanë reflektim të drejt për drejt. E para që të rrezik për popullatën pakic dhe popullatën e përzime që janë të në ato komuna, për faktin se një tension i mund shumë mirë të drejt për drejt mund të rrezikon njerëz që jetojnë në ato komuna. E dyta është një sinjal jo i mirë për Republikën e Kosovës, për faktin se vitin e kalum dikur me 10 raste i kemi që jo është gjetë armatim, do thotë nuk ka rrit që përkundër deklarimeve që ka dhënë në aspektin politik ministri dhe deklarimet tjera që kemi digju ko pas kohë, realitetin teren është i ndryshëm dhe këto struktura fatkeqësisht kanë kapacitete që të krijojnë tensione të cilat tensione pastaj vështirë të kontrollueshme. Dhe e fundit fare duhet të jetë një bashkëpunim ma i mirë me misionin ndërkombëtare të pranishme atje, për me mujt me mbledh gjitha armët që ndodhen atje, për faktin se misioni NATO-s atje ka kapacitete dhe nëse kemi një bashkëpunim të mirë, atëherë ne do të arrijmë që gjithë armët që ndodhen në dur qytetarëve dhe ato që të cilat janë të fshehura nga grupet e caktuara kriminale mund të konfiskohen dhe gjithë ata që janë pjesë e këtyre strukturave të vijnë para organeve drejtësisë. Këta që vijnë para organeve drejtësisë për shkak këtyre rasteve, është njëjtë të gjendet një politikani sasi armatimit dhe municionit, njëjtë sikur të gjendet armatim dhe municion. Jo, ndryshon. Një banori tjetër që është civil, e dim ka pasur aksione që armatimi është gjetur në kontest të pulave, në shtëpi të pabanume, në pronën e Arsenjevicit është gjetur i groposur në tokë në shtëpi që nuk është rezidenca e tij e përhershme, sepse prona që është gjetur armatimi është në Zveçan, ai jeton në Mitrovic të Veriut. Peshën e veprës e shton për pozitën që ai ka si politikan dhe ndikimin që ka te popullata atje. Kështu që të mos luaj rolin e prokurorit, por mbështetur në ligjet pozitive që janë në fuqi në Republikën e Kosovës, pozita e tij si politikan mirë të drejt për drejt e ngarkon me vepër Arsenjevicin për faktin se zhvillimet që i kemi pas atje dhe aktivitetet që na kanë ndodhur, ne kemi pas të angazhuar drejt për drejt edhe politikan aktiv që e kanë motivu, jo vetëm motivu, por kanë qenë edhe pjesë aktive të organizimit strukturor të organizatave kriminale, një prej tyre dhe organizatave terroriste, siç ka qenë Radojqiqi. Dhe ai ka qenë kryetar partie. Ai në momentin kur është zhvilluar Bastisja ka qenë jashtë territorit Kosovës dhe aktualisht është duke refuzu të kthehet brenda kufive. Është deklaruar që po don dhe ka gatishmërinë në praninë të avokatit të intervistohet online prej policisë dhe prokurorit të rastit. A mund të konsiderohet ky si opsion? Tani deklaratat, ky shpeshherë ka pas deklarata kështu të papërgjeshme. Ai duhet t'i përgjigjë organeve drejtësisë. Na realisht kthimin me forcë e kemi të pamundën pse nuk kemi ende bashkëpunim me Republikën e Serbisë për raste të tilla, kur një person kryen një vepër të caktuar penale me shtetet që nuk kemi bashkëpunim për kthim e kemi aktualisht pamundën, dhe aja e shfrytëzon në rastin për të krijuar opinion, për të rritur autoritetin e vet për strukturat kriminale atje që janë të gatshme të shkaktojnë tensione, të cilat tensione pastaj mund të rrshqasin edhe në konfliktet me përmasat të mëdha. Tensionet janë përmend si një prej mundësive potenciale nëse do të hapej ura hibrid
në vitin e shkuar dhe për këtë arsye edhe për disa të tjera vendet e Kuwinitit dhe KFOR-i ka qenë kundër këtij planit qeverisë. E pam një ekip të kontraktuar prej Bashkimit Evropian që testoi urën së fundmi, e dim një plan të qeverisë që bashkë me 2 komuna në Veri dhe Njokt Mitrovicës don të ndërtojnë edhe 2 ura krah urës kryesore të Ibrit. A keni mujt me kriju një opinion sa i përket kësaj situate? Qysh do të ishte zgjidhja potenciale? Duhet ndërtohen urat apo të insistohet në hapjen e urës kryesore? Mos ketë nevojë për urë të tjera në një perimetër të shkurt, të ngushtë. Tani ky veprim i Bashkimit Evropian mendoj se vjen si rezultat i pasivitetit që Bashkimi Evropian aktualisht ndodhet, për faktin se bisedimet u bllokuam, nuk ka aktivitete drejt për drejta dhe përkundër investimeve që Bashkimi Evropian ka bën në Republikën e Kosovës dhe në rajonin e Ballkanit, realisht rezultatet janë tepër të ulta. Dhe në këtë drejtim është kontraktuar një kompani për të bërë matjen e qëndrueshme për të përmbushur marrëveshjen e vitit 2016. Një proces e tillë ndodhi verën e kaluar prej Ministrisë të Infrastrukturës dhe ka raport zyrtar që ura... Tani fatkeqësisht nuk kemi komunikim, të thonë qeveria nuk ka komunikim me misionin e Bashkimit Evropian këtu, nuk ishte dashur nëse është bën një matje atëherë një komunikim diplomatik i nivelit që kërkohet nga qeveria e Republikës Kosovës, sigurisht do të mundsonte që ajo matja që u bën nga ekspertët dhe kompanitë vendore sigurisht do të ishte valide, megjithatë Bashkimi Evropian ka zbatuar standardet cilat ajo realisht i zbaton, mbështetur në përgjegjësitë që ka për infrastrukturën, për misionet e saj që ka në Republikën e Kosovës dhe ka kryer këtë akt. Shpresoj dhe besoj se ky do të jetë një simbol dhe sinjal që politikisht mund të përkthehet se vinë ditë të mira drejt krijimit të një dialog, i cili dialog do të përfundonte edhe me e konsideroni si sinjal të mirë, pozitiv. Sinjal të mirë, sinjal që Bashkimi Evropian është e gatshme të angazhohet drejt krijimit të një situate paqësore, për faktin se ajo është një lloj simboli që ndane, jo simbol bashkimi, dhe për efekt shpresoj dhe besoj se do të dinamizon dhe do të ndron strategjinë e ndërmjetësimit, për faktin se strategjia deri tashme e ndërmjetësimit Bashkimit Evropian nuk ka dhënë rezultat. Kashit falenderoj shumë që ishen kompasonte dhe që i diskutuam krejt këto situata. Mersi, ishte imja. Ne do të shkëputim